Kam pandër si kur një grua më bënte se hire, edhe më thoshte s'mund të bash fmi, sa unë s'të lejaj. Andrat e këqia janë mashtrim nga shejtani, vezvese e ti. Ajo kryesorja që na këshillojmë, ma saktë në këtë mesele, është që besimtari merr sebepet në rrugt të Allahut, me mësimet e Kuranit, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lexon Kuran, bën dhikr, rrin me abdes, rrin me gusull, e fal 5 vaktin, mbështetet anë në brendshme ato shpirtërore mes tij dhe Allahut e rregullon deri në maksimum. Pastaj mbështetet te Zoti dhe nuk friksohet nga askush në botë, sepse e mira dhe e keqja thot Allahu xhaleshan kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana. Thuaj, nuk na godet neve asgjë përveç asaj që ka shkruar Zoti xhaleshanuhu. Na nuk jemi ymmet që friksohemi për askujt. Ymmet që rrim me frikën, kam pa ëndër këtë, kam pa ëndër ato që ka po ndodh kja. Kjo është nivel, sinqerisht edhe më vjen keq që e tham, i ult që muslimani me ra në atë pikë që me fillu më friksun nga ëndrat e tilla. Ata të cilët parimisht rrinë të ju ba vezvese kush e ëndër kështu, ajo mund tjetë shaje magjisë e tjere. Çfarë përfitimi edhe dobije kemi nëse na i rrim të ju thonë popullit kështu e në anën tjetër nuk i motivojmë për jetë, nuk i motivojmë për dhikr, nuk i motivojmë për tawakkul, mbështetjen Allahun xhaleshanu. Prandaj absolut mos u tut. Dije që çka ka shkruar Allahu ka me ndodh. E jotja është me Zotin më nërëq punë të mirë. Me utut, e jotja është me utut prej Allahut veç, ama frikë respekt, jo frikë si prej një zullumqarit, jo Zotit as i frikë. Zotit frikë respekt nga dashnia. Që kjo këshilla jame? Ma të relaksum pak, marrë një jetën ma pozitiv, për derisa ke Zotin, hiq mas tanin. Elhamdulillah, ya Rabb.